ba për të luftu për titullin kampion? Po, realisht, që nga viti i kaluar, më thonë, grupi ka qenë i njëjtë për pas disa largime, ose më thonë transferime që janë larguar nga vendit, që ka qenë Mohamed Hyseni, dhe më thonë që ka bu transfer jashtë vendit, Ilir Krasniqi, sigurisht dhe lojtarë këtë që kanë qenë të ekipës. Kemi ofru disa lojtarë me mbulu, dhe më thonë, pozitat e tyre, lojtarë cilësorë, po sigurisht që kanë dashur edhe pa kohë, kena ofru dhe më thonë vend Mohamed Hysenin, Ardet Tahirin, kemi edhe Ahmet Januzin që dhe më thonë ka qenë është një lojtar, dhe më thonë, shumë me cilësi shumë të mira. Ardet Tahiri ka qenë, dhe më thonë, i dëmtum kur ka ardhur tek klubi, i ka duhet kohë, dhe më thonë, tash është ka shprehur shumë mirë, është ardhur në gjendje, dhe më thonë, mjaft mirë momentale dhe është duke i ndihmuar skuadrës mjaft shumë. Në përgjithësi klubi ka një skuadër jashtëzakonisht mirë. Edhe realisht pretendimet e klubit për fillimin e sezonit kanë qenë domethënë 3 venat e para sigurisht. Edhe synimi kryesor ka qenë se njëse 2 lojtarë në fund vitit që domethënë ta përgatisim dhe ta bëjmë gatshëm domethënë për Evropë. Por çfarë tha Granit domethënë klubi ka shumë cilësi në grupit, ka domethënë problemet e klubit nuk ka pas teorit mirë ose kontinuitet mirë, jo vetëm klubi, por më me thonë këtë skuadrat nuk kanë pas kontinuitet vazhdueshëm të formës. Hek, do të thonë dritën mendoj që e ka pas një stabilitet të formës shumë mirë dhe për ata është edhe mendin e parë. Ka krijuar një diferencë pikëve. Mendoj që klubi këto 3 gjire të fundit domthonë ndeshja me Gjelani ka qenë decisive që është rikthyer besimit e skuadra. Është domethënë është një grup shumë i mirë i lojtarëve që është ka një harmoni mjaft mirë në grupit. Unë se kom pas në klubin them drejtën të rrezikuar për merë për ligës për shkak kualitetit normal, nganjëherë futbolli nuk shkojnë rezultatet. Duhet me pranu pa dash me ndërprer mentori më ka thonë para një 5-6 javë, 7 javë kur ka qenë vërtet në krizë që nuk vjen pyetje ekzistenca, atëherë kur është drella ka dhënë dorëheqje, është largu prej llapit. Rastisht jemi takuar në stadium në një ndeshje kur lundte Prishtina dhe llapi ishte në pozitë dhe llapi e njeh më së miri mentori. Dhe ka pas siguri, këtë tashti po shihet qartë se ka dalë prej kësaj pozite, po ajo që është shumë specifike është në momentet më të vështira, domethënë llapi është nxjerr që dëshmon që ka shumë karakter ekipi. Dhe ky karakter i ekipit në këto momente me u dëshmuar është vërtet një plus i madh për një ekip. Ka luajtur prov shumë i ndërë ka luajtur domethënë presion të rezultateve dhe kjo mendoj që i ka bëu vitin e kaluar, domethënë 6-7 ndeshje i kena barazuar se domethënë minutat e fundit. Ka qenë presion psikologjik dhe mendoj që tash është liruar nga ajo pjesë. Dhe klubi do të jetë sigurisht një kandidat serioz, unë mendoj se llogaritje më për pjesën e poshtme, por do ta tentoj domethënë ta hop edhe ndoshta vendin e tretë ose të katërt në tabelë, sepse ka shumë lojë mes vetë dhe ta kemi rrezia një tabelën të mbrapa. Të flasim për këtë mundësinë për vendin e tretë, 8 pikë janë, 47, 39, 8 pikë. Janë diku edhe 6 ndeshje. Po, edhe 6 ndeshje janë deri në fund. I janë 18 pikë në lojë. Blend, shumë kush në fakt ka kritikuar Tahir Batatinën si fajtorin kryesor të skuadra llapit. Ka qenë pikërisht fajtori Tahir Batatina që llapi s'ka pas sukses tani më këtë çfarë mund të ndryshuar të kjo skuadër? Llapi momentalisht gjendet me një ecuri pozitive, po pozita në cilën është, për me qenë më konkret, besoj që ka vend shumë për kritike dhe është për më kritiku, për shkak se na e potencuam disa herët që fillimi i kampionatit e ka gjetë llapin shumë të përgatitur, me boshtin e ekipit që ka rujt boshtin e ekipit janë ndjem aty që për shumë vite kanë mbajt barën kryesore të skuadrës, edhe organizimin aspektin financiar tash e sa kohë mendoj që llapi është prej klubeve më stabile. Shto kësaj domethënë edhe fakti që tashmë ka kalu edhe ka bën një eksperiencë në Super League. Normalisht që ndoshta ndër fajtorët kryesor pse llapi gjendet në këtë pozitë është edhe Tahir Batatina. Po normalisht që trajneri është ai vendimor si më thon final i krejt asaj strukturës organizative,
edhe mënyrës si shfaqet ekipi në lojë, përderisa ne po themi që ka pas individ